24 dhjetor, ngriuni për vendin tuaj. Dje, Berisha mblodhi me mira vet përballë zyres ku diku rrinte një kriminal si me Meçeu dhe kur i një njeri i shantazhuar nga krimi dhe nga lubia sot. Ka shumë që japin mend, edhe nga ky vend i madh ku unë jetoj. Nuk e kuptojnë. Berisha politikisht e kam thënë si Bill Clinton, kafsh politike, i zgjuar. U tallët me foltoren ku mblidhte një grush njerëzish, pa i, siç më ta deklaruar vet, rëndësi ka mesazh. Dhe unë kam thënë që dhe doni madh nuk kam shumë se 300-400 vet kur del në për ralli. Problemi është që shqiptarët prisnin protest reale. Fundi, me ato Molotov cocktail, e tregoj mesazhin që ndaj uzurpuesit të saj zyre, shqiptarët mund sillen si në Rumani, si në Bullgari, si dikur në Kiev, apo si në Bangladesh. Dhe Berisha e ka përmendur edhe këtë. Madje ai tha që do të shkojmë drejt Surrelit. Pra ngrihet një shkallë më lart protesta, po e themi, dhe forca. Ka shumë që ata që janë kundër Berishës kanë një urrejtje patologjike dhe bie në nivelin e mediokrit e dhënies mendim. Personalisht, në kohën kur Berisha ka qenë kryeminist, kam kundërshtuar për shumë gjëra. Mbas edhe kam gabuar, por misioni i medias ky është thjesht në kundërshtime të pushtetshëm me atë që është në pushtet, jo si disa gazetarut që janë opozit me opozitën gjithë jetën. Dhe ju dukur ka habi që vargu i protestuesve nuk shkonte deri tek kali i Gjergj Kastriotit. A jetoni në realitet? A e kuptoni trusnin që ka çdo shqiptar kur kriminalët që kalojnë përmes nezhmijës moderne, letit Macbethit të ri, rëmbejnë biznesmen me miliona dollar, kanë krijuar polici sekrete që përgjojnë, që konsumojnë me 3 milion e 4 milion verë, a i me gjenoni do të atë shqiptarën e thjeshtë e çfarë trysni e ka, sepse mësuesit që të kanë një vend pune paguajnë 2.000 ose 3.000 euro, dhe ai mësues nuk del dot që ta shikojnë, ta fotografojnë, sepse heqin nga puna. Infermierët, mjekët, inxhinierët, edhe administrata. Se nuk janë gjithë administratë korruptuar, drejtorët e shefat po, por ai specialisti që vjen nga një familje me moral, qoftë edhe socialist, qoftë edhe komunist, e do vendin, por nuk del dot. Mua më dërgojnë mesazhe dhe më vjen mirë kur miqtë mi dalin, sepse thjesht prezenca tregon që nuk kanë vdekur njerëz të ndershëm dhe ndershmëria në Shqipëri. Nuk mund të tolerohet një anti-shqiptar, një njeri me probleme mendore, një njeri që e ka kthyer vjedhjen në një sistem të strukturuar kriminal. Natyrisht që mendime mund t'japin shumë, dhe mos prisni ty që djetë me dhunë të merre kryeministria, jo, nuk shkon, nuk e bëjnë demokratë, se kanë bërë këtë, të majtët po. I të cytën njerëzit për të vrarë në 21 janar, thjesht duke dashur të merrin pushtetin me dhunë, por i ndihmonte Hillary Clinton e George Soros, se emailët kanë dalë. Nuk ka më mbështetje kreu i grupit kriminal strukturuar Rama nga Blinken, Biden and Company. E pagoj $1 milion Bill Clinton të vinte të fliste në Tiranë. Natyrisht përmes delvajzës të ndyrësirës Soros. $4 milion dihet që paguan Blairin, Dalemën, Adams, Pieprin, dhe pastron milionat dhe miliardat me avion të Erdogan që tashme ja kanë hequr. Është grup i strukturuar kriminal, i trembur. Berisha i ka përmendur se ke ikur me Blin nga bloku, nuk e kam ditur që ka qenë kaq afër. Natyrisht që Xhaxhai i nënës të ishte antar i byroes politike, një nga figurat më të ndyra të asaj byroje, Koleka.
Por hetimet duhet fillojnë që atë ditë kur ai bleu zyrën e partisë që i ka shkatruar. Partia Socialiste, unë kam thënë, ishte pasuri kombëtare e Shqipërisë. E të njëjtë majtën moderne nëse do të shkonte me figurat si Servet Plumbi, Bashkim Zeneli, Luana Ajdaraga, Recep Mejdani, Namik Hoti, Dokle më fal, Hoti mbase majtës dhe shkonte, i shkatroi dhe e ndërtoi partinë si harem politik, me këshilltarët e tij të pashkollë, me onukët që vjedhin në mënyrë monstruoze. Janë vjedhur miliarda. Dhe të gjithë njerëzit që janë me të në bëj, janë lejduar si ai, të njëjtin model. Guxon, kërkon të blej dhëndrin e Trump për të bler heshtin. Kërkon të tregohet i fortë. Jo zotëri, ose shok Rama. Nuk të ftojnë ty as në ambasadë amerikane dhe largohen si prej zgjebes kur vjen në New York. Se në Washington u tallën kur të priti Blinken, të priti në nivel më të ulët se ka pritur Ditmir Bushatin para arsit ti. Dhe ti e pe, se si të trajtuan. Ti ke investuar miliona, por Bideni nuk takoi, as Kamala, sepse ti i fute një trafikant në shtëpinë e bardhë dikur, duke përdorur keq dhe emrin e Obamës. Dhe ky vend i madh kontrollohet nga ai që quhet Deep State. Nuk ta fal. Qeveria e Ramës, gjysma kanë qenë vajzat e shoqeve të bashkëshortes të tij. Çdo ditë ky çift kryeministror më ngjason me Ceaușescu. Nuk e di pse. Rrezatojnë mediokritet. Vishën si klon kur shkojnë në përpritje me Macron dhe të tjerë të majtë botës. Ofendojnë një vend si yni. Dhe u fola për ambasadorin e Ramës me një veshje si kryetar korporative ngjitur me Rubion. Dhe vazhdon me prrallat që e ftova në emër të Ramës. Zotëri ti e përfaqëson Begën, presidentin në Ramën. E ftove dhe vjetë dhe se natyrisht që në 2027 doni ma do të visë është samiti NATO-s, qofse NATO do të ekzistojë siç e mendojmë sot, sepse me Trumpin asgjë nuk dihet, por ti nuk do thjesh. Nuk ka shans. Personalisht jam për atë lloj proteste që Lapa e ka zgjedhur, çdo natë aty. Siç bën dikur në Kiev për të hequr diktaturën e tyre, njeriu në Moskës. Megjithatë, të paktën janë 550.000 vota dhe 200.000 janë të vjedhura, dhe shqiptarët do të zgjedhin të largojnë ato që, më falni për fjalorin, Lubia e quan Palloshin, dhe duhet ndodh ndërtimi një republike të re. Kushtetutë e re, të shkrihet gjykata kushtetuese, harremi politikit i bler, duhet të ketë hetime nga spaku për ta. Dhe sado që ai të përpiqet të shesi den që kam bler Ivankën, kam bler Kushtrin, nuk më luan zot, jo zotëri. Përse asnjë zyrtar i departamentit nuk takon kur ka ardhur në Tiranë? Përse spaku po shkon tek Surreli e tek zyra jote? Dhe kur Washington ekzaminer të ka thënë si Noriega ka marrë fund. Ti po bret në Arabinë Saudite. Ti dim lëvizjet, ti din dhe këta. Fundin aty do ta kesh, sepse aty ke dërguar miliarda. Aksionet e fsheta që ke pasur te Castratian Company, ke synuar të shesësh dhe këtu s'të ka pranuar kush. Çunat e krimit atje i ke edhe në New York, por që kontrollohen shumë nga lubia. Një njeri mediokër, pa diplomë, matahardhi i Athinës, të kontrollon keq, të ka finuar, nuk diskutohet. Sepse ajo parti këto ka bërë gjithë jetën. Nuk ka pasur ndershmëri te kupola, te pleniumet. Thika. Shqiptarët e di, e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edvin Rama. Por
çifti kryeministror çdo ditë më shumë ngjason si Ceaușescu. Miliona, miliarda, të vjedhura nga pensionet, nga gjaku minatorëve, naftëtarëve, inxhinierëve, ushtarakëve, gjithkujt. Dhe ato miliona të gjakta që vinë nga emigracioni për të mbajtur kastën e hajdutëve këtu. Shtet paralel i kontrolluar nga krimi, blerje votave nga krimi, e faktuar. Natyrisht që shqiptarët presin nga ky vend i madh. Nuk është përgjegjësia e Amerikës të jetë polici ndërkombëtar. Pryma është, nuk diskutohet, është më i ashpër Trump për hemisferën perëndimore, kjo dihet. Por edhe pse nga ana shëndetësore doni nuk është më ai që ka qenë, por ai grup që e kontrollon projektin 2025, ai paragraf që u fut tek doktrina e mbrojtjes, te ligji i mbrojtjes për Kosovën, për Ballkanin tregon shumë. Jemi me fat, jemi troje toka të ndikimit amerikan. Ndaj, modestisht do t'i bëja kërkesë edhe opozitës shqiptare, mos shani asgjë me Amerikën. Jetojmë, ekzistojmë prej tyre. Trump edhe 3 vjetjet shkon, ky vend i madh nuk kontrollohet thjesht nga presidenti, senati, kongresi, media, ai deep state, ajo fortë që mbajti spakun për të pastruar korrupsionin dhe ata që prekin interesat e sigurisë kombëtare amerikane. Kur një media e djathtë të cilëson si shtet mafios, që ndaj teje duhet sillet Amerika si Noriega, i do të dan. Doset janë me mira faqe. Se si të kanë përgjuar ato mesazhe kur me gjuhë vulgare tallet me ty dikush që është askushi, kujton ti se nuk e përgjuar sa herë ke ardhur në Amerikë, ke investuar para të pista, ke kaluar transakcione. Kujton ti se nuk ta din këta se kush është deputeti yt, të cilët i morën $150,000 në aeroportin JFK. Nuk e din këta se kur ti vjen OKB dhe largohesh natën dhe takohesh me element kriminal në New Jersey, ndërtimet që vlla yt bën në Michigan, fondit të mërshëm, ose të merë pa fund. Natyrisht që ata që vendosin janë shqiptarë. Dhe janë për atë që ky kombi madhe ka të shprehur të deklarata pavarësisht që populli ka të drejtë ta përmbys me armë qeverinë kur ajo bëhet despotike. Të djathtët nuk janë dhunshëm, por ka një kufi. Duhet rrethuar parlamenti dhe askush mos dalë pa hequr imunitetin e Mataharit, pastruesit të Athinës që erdhi të pastroi miliardet e Ramës e të familjes së tij. Dhe ai mesazh drejt Surelit për të parë se ku jeton bunkeri me gjakun, me djersën atyre që punojnë me dinjitet në Shqipëri. Me përulje, ju them faleminderit të gjithë atyre që ishin në atë protest. Dinjitoz. Unë e kuptoj. Nuk është e lehtë. Kuptoj shumë edhe ish kolegë të mi që kanë qenë zëra të artë të djathtës në televizion, që edhe nuk flasin. Unë e kuptoj se gjithkush do të mbijetojë në atë sistem. Do të ruaj dinjitetin duke mos ju shërbyer, por hesht. Hesht sepse është një brez fëmijësh që kërkojnë llogari. Një brez fëmijësh që nuk njohin realitetin real, që ju shesin telenovela turke, Big Brother, turp nivel, dhe nuk është rastësi. Ato kanale televizive dikur kanë pasur pronarë Monika Kryemadhin që dele flet. Këto kanë qenë akuza. Inteligjencat është një grup i organizuar që vin nga sekte sigurimit, nga gjirizet më të zeza, hedhin vrerë gjithmonë. Ndaj kujt? Se Berisha është rrufeprici aty, se nuk do të hedhi kush ndaj Gazbardit o Salinjana, persona që nuk kanë potencë dhe lidhjet reale shpirtërore me atë grupim të madh. Berisha është në një moshë që
i duhet thënë faleminderit për kohën që harxhon. E ndjen si hua, si borxh në demokratëve heqjen e Ramës. Por duhet të ketë diçka ndryshe këtë radhë, që sistemit mos prodhoj më agaç, vjedhës, që thjesht ndryshojnë nga PS në PD, Republikë e re, parlament i ri, sistem i ri zgjedhor, shkrirje kushtetutës. Kemi pa gjykata lart mund ta bëjë atë, gjykata kasacion. Nuk e meritojnë më të jenë. Shikojni mbi emra, shikojni rezumen, publikoni adresat e tyre, siç bëjnë këtu. Ta ndjejnë dhe ata. Më fal, që protesta thjesht mos shkojë tek Surreli. Sepse fundi dihet. Rama luan dam, Berisha po luan shah. Nuk ka ku shkon. Çdo ditë dalin fakte monstruoze. Dhe unë nuk besoj se dhe ai socialisti ndershëm që mbijeton të jetë i gëzuar dhe të pranoj të tallën me të zeqin e në kompani dhe të pasurohet Lady Macbeth i ri në xhmia moderne, të cilën Soros e ja çoi. Sepse nuk ka kuptim. Ata fshatarë që hedhin prodhimin rrugëve, që janë socialistë shumica, duhet ta kuptojnë se i vjet Lady Macbeth i ri e Rama. Lubia. Të gjithë ministrat e tij janë spak. Por duhen burra dhe brenda asaj partie. Filloi Ahmeti që ai vetë ka qenë grupi strukturuar kriminal. Fuga është Chelsea. Ka dhe pronar televizionit që kanë marrë tendra dhe spaguar njerëzit e ku janë. Dhe ata anti-shqiptar dhe spak, këtu ka hyrë hetimet. Duhet shkoj për kryesori është të sekuestrojnë miliardët e vjedhur të kthejnë atij vendi. 300 apartamente një askush. Dhe ti socialisti ndershëm nuk e kupton. Dhe ti banor i Tiranës që e di që nuk e do atë fytyrë atë fytyrë, 10 minuta nuk i shpenzon, thjesht shkosh në atë protest dhe hik largohu. Pijet kafuçinën se 50% të Linda e Belinda shkon se taksa spaguan njeri. Kjo administrat, këtë ja them me bindjen, me kontaktet që kam si ato shuar, po e ndjek situatën dhe sinaloja është këmbana e madhe. Publikisht nuk është shprehur në departamenti ende, por radioskopia është bërë. Të gjithë të tregojnë me gisht. Mund të bësh ballo, ku përfaqësuesja e Trumpit nuk ishte. Mund të vishësh si klon. Mund të shpenzosh miliarda dollar, miliona luksi, 150 udhëtime jashtë shtetit vjet. Nuk e ndalon dot fundit të. Gaddafi, Saddam, Mubarak. Mos haro se babajnë tënd shpirtëror e tërhoqën zvarën mes Tiranës. Drejt Surreli, si Bangladeshi, si Kievi. Ka arritur aty ku nuk mban më. Kjo administratë Trump nuk është si Blinken dhe Biden. Nuk të mbështet kur. Mbështesin forcat e djathtë. Trump ka alergji për Sorosin, vllajën, babajnë tënd, dhe për prapashtesën socialiste. Ti mund të jesh bërë miliarder, je kryetari i grupit strukturuar komunist, por ti mbetesh kryetari i Partisë Socialiste, vazhduesi Partisë Enver Hoxhës, dhe bashkë me të dhe me atë biron e ti ke shumë përbashkëta, janë të shqiptarë. Ti me zemër jetë e Varshava, tek Moska, tek Vučić, thik gjithmonë kundër Kosovës. Dhe hecën me idenë se do t'ju fusun në Europë. Në Europë, Shqipëria do të hyjë kur të vi çasti që të duan ata, jo se ashtu siç në NATO. Por jo me ty. Fundi yt është vendosur. Dhe ti e di. Ti po kërkon pazar.
Miliardat mund t'i çosh në Dubai, në vendet arabe. Po fundin e tmerrshëm nuk e ndal dot. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.